Horoskopi ditor, 29 tetor 2025, dashi, sot, i dashur dash, yjet thonë se mund të ndihesh pak i tensionuar në kohë. Mund të duket e vështirë të thuash fjalën e duhur në momentin e duhur. Njerëzit rreth teje mund të jenë të nxituar, të papërmbajtshëm ose të kundërshtojnë atë që ti thua. Më mirë mos u zemëro fort dhe ruaje fjalët e tua dhe ndjenjat për tani, nëse dikush nuk kupton pikpamjen tënde, mos e merr vetë. Ndonjëherë një përplasje e vogël mund të ndihmojë të kuptosh më mirë çfarë do dhe çfarë beson vërtet. Fatmirësisht, ndikimi i Marsit me Saturnin të bën të ndihesh më i qetë dhe i qëndrueshëm. Energjia jote është më e kontrolluar dhe është koha e duhur për të bërë gjëra të organizuara dhe praktike. Sot është më e lehtë të njohësh kufitë e tu, gjë që të ndihmon të marrësh vendime më të mira. Durimi dhe puna e palodhur mund të çojnë drejt arritjes së qëllimeve ose të vendosin në rrugën e duhur. Këshilla e ditës: ruaje energjinë dhe fol me kujdes, mos u nxito dhe lëri gjërat të rrjedhin sipas ritmit të tyre. Demi, sot, i dashur dem, mund të lindin biseda ose lajme që të bëjnë pak telashe, sidomos kur bëhet fjalë për para ose përgjegjësi. Pak tension është i mundshëm. Përpiqu të dëgjosh ide të reja dhe të shohësh gjërat nga këndvështrime të ndryshme, por prit pak derisa presioni i mendjes ose problemet e vogla të përditshme të kalojnë para se të marrësh vendime të mëdha. Mos e menaxhoj gjithçka me ngull, kështu është më e lehtë të bësh gabime. Instinktet mund të mos të udhëheqin drejt, ndaj merr kohën tënde për mendime dhe vëzhgime të reja. Mbaje paratë nën kontroll, kjo nuk është dita për veprime të nxituara. Mundohu të mos rebelohesh apo të marrësh vendime impulsive. Fatmirësisht, ndikimi i Marsit me Saturnin të ndihmon të qetësosh humorin. Sot mund të kënaqesh duke bërë diçka të dobishme dhe praktike. Bashkëpunimi me të tjerët, edhe vetëm me një person të besuar, të sjell rezultatet më të mira. Je shumë i përqendruar tek arritja e rezultateve dhe prioritetet e tua sot të ndihmojnë të bësh punë me efekt maksimal. Këshilla e ditës: mos u nxito, ruaje qetësinë dhe bashkëpuno me të tjerët, kështu do marrësh frytet më të mira të përpjekjeve. Binjakët, sot, i dashur binjak, mund të ndodhë që ajo që thua të krijojë pak kundërshtime të tjerët. Më mirë ushqej shpirtin tënd të zellshëm me një rutinë të ndryshme, biseda interesante ose diçka të re për të mësuar. Gabimet sot vijnë kryesisht nga padurimi dhe mungesa e parashikimit. Idetë që ke mund të jenë të shkëlqyera dhe frymëzuese, por mund të ketë vështirësi në mënyrën se si i shpreh. Ndonjëherë mund të vinë lajme që të ndryshojnë pikpamjen. Edhe përplasje të vogla për mendime dhe opinione mund të ndodhin, por reagimet e tua ndaj tyre mund të befasojnë dhe të nxisin mendimin tënd krijues. Qëndro fleksibël sot, sepse shpërqendrimet janë të shumta dhe planet mund të ndryshojnë. Mëso nga ndërveprimet, edhe nëse janë pak të bezdishme. Shfrytëzo durimin që të sjell tërheqja e Marsit me Saturnin. Kur vendos të fokusohesh në një plan ose detyrë, koncentrimi yt përmirësohet. Sot je më i interesuar tek ana praktike e punës tënde dhe je i gatshëm të japësh përpjekje shtesë për të arritur diçka të rëndësishme. Mund të lindin strategji afatgjata të punueshme. Motivimi yt vjen nga një qëllim i qartë ose ndjenja e rëndësisë së asaj që po bën. Këshilla e ditës: qëndro fleksibël dhe durimtar, fokusoju qëllimit tënd dhe shfrytëzo energjitë krijuese për të arritur gjëra të mëdha. Sot, e dashur gafore, mund të ndihesh i prirur të bësh gjëra ndryshe dhe të tronditësh pak rutinën e zakonshme. Sa intensitet do t'i japësh aktiviteteve ose bisedave të tua mund të ndryshojnë nga momenti në moment. Nuk është dita që gjërat të shkojnë si zakonisht apo sipas planeve të tua. Një ngjarje e papritur ose një kujtim i vjetër mund të tërheqë vëmendjen. Të menduarit jashtë kutisë është i favorshëm, por ka rrezik të egzagerosh pak. Më mirë shmang bisedat e ndjeshme dhe temat e vështira sot. Është më mirë të flasësh për çështje praktike ose teknike sesa për gjëra delikate, sepse mund të bëhesh pak i prerë.
Idetë tua mund të jenë të veçanta dhe të frymëzuara, por shpërqendrimet janë të shumta, ndaj merr shënime dhe mos u nxito për vendime finale. Fatmirësisht, ndikimi i Marsit me Saturnin të ndihmon të mbash këmbët në tokë. Projektet kreative që kërkojnë vëmendje ndaj detajeve ose një qasje praktike mund të përfitojnë shumë sot. Po gjen mënyra të shfrytëzosh kohën për të kënaqur veten. Ec me ritmin tënd dhe lejo procesin të zhvillohet, sepse kjo të jep mundësinë të angazhosh energjitë tua në diçka me kuptim. Këshilla e ditës: mos u nxito dhe mos i lejo shpërqendrimet të nxjerrin nga rruga. Përdor kohën dhe kreativitetin për gjëra që kanë vlerë. Luani, sot, i dashur luan, energjia është pak e nxituar dhe impulsive. Mund të ndihesh i nxitur të veprosh shpejt, por durimi që të jep tërëzja e Marsit me Saturnin mund të ndihmojë të qëndrosh më i stabilizuar. Nëse planet ndryshojnë sot, mund të çojnë në një rrugë të këndshme dhe të papritur. Megjithatë, bisedat mund të jenë të shkurtra ose të ashpra, dhe tensioni mund të sjellë gabime. Planet shpesh ndryshojnë shpejt dhe duhet pak punë për t'u përqendruar. Shmang vëzhgimet ose komunikimin e nxituar, sepse padurimi mund të bllokojë. Me pak përpjekje mund të kontrollosh këtë tendencë dhe të veprosh me më shumë kujdes. Treza e Marsit me Saturnin është e fortë për të bërë plane afatgjata. Për të riorganizuar ambientin e shtëpisë ose për çështje familjare. Sa më produktive të jenë aktivitetet që bën, aq më mirë. Punët në shtëpi me përfitime afatgjata mund të kënaqin shumë. Moderimi është çelësi sot, mos e tepër me asgjë. Këshilla e ditës: ec me kujdes, përdor energjinë për të bërë gjëra të dobishme dhe mos u nxito me vendimet. Virgjëresha, sot, e dashur virgjëresh, mund të jetë pak e vështirë të përqendrohesh ose të transmetosh atë që mendon. Mendimet mund të shpërqendrohen më shumë se zakonisht, ose ti mund të ndihesh më i ndjeshëm ndaj gjërave të përditshme. Kujdes me vendimet e nxituara, idetë e reja nuk japin gjithmonë rezultatet e pritura nëse i shtyn me ngud. Një ndryshim i vogël në rutinën tënde mendore mund të freskojë dhe të ndihmojë të shohësh gjërat ndryshe. Kontroversat ose pakënaqësitë mund të sjellin stres, ndaj përpiqu të gjesh durim. Ndihmë e madhe vjen nga treza e Marsit me Saturnin, që të ndihmon të mbash këmbët në tokë. Ndryshimet ose përplasjet sot mund të çojnë drejt diçkaje më të mirë, duke të ndihmuar të kuptosh më qartë pikpamjet e tua. Perspektivat e ndryshme mund të jenë të frustruara ose të befasuara, por gjithashtu janë mësime të vlefshme. Besimi vjen nga përmbushja e përgjegjësive dhe marrja e vendimeve të pjekura. Sot, bashkëpunimi me një person mund të jetë shumë i dobishëm. Negociatat mund të shkojnë mirë dhe besueshmëria sjell shpërblime të mëdha në marrëdhënie. Reputacioni yt mund të përmirësohet sot, fal qartësisë që ke për aftësitë e tua. Këshilla e ditës: mbaje durimin, bashkëpuno me kujdes dhe përqendrohu tek gjërat që mund t'i përmbushësh me sukses. Peshorja, sot, e dashur peshore, mund të ndihesh pak impulsive në biseda. Një situatë e papritur mund të trondisë dhe të çojë në befasi. Presioni mbi ty mund të jetë më i fortë se zakonisht dhe bisedat mund të jenë të shkurtra, të ashpra ose të kapin në befasi. Lajmet që vinë sot mund të ndryshojnë pikpamjen tënde ose të prishin pak planin e ditës. Megjithatë, këto ngjarje mund të ndihmojnë të kuptosh më mirë situata ose vetveten. Treza e Marsit me Saturnin të ndihmon të ecësh me ritmin tënd dhe të fokusohesh tek gjërat më të rëndësishme. Të përmbushësh përgjegjësitë është kënaqësi dhe energjia sot të lejon të merresh me punë të vlefshme. Fatmirësisht, ke një ndjenjë të fortë për prioritetet dhe aftësitë e tua. Këshilla e ditës: mos nxito, fokusoju tek gjërat e rëndësishme dhe përpiqu të përmbushësh atë që ka vlerë. Akrepi, sot, i dashur akrep, mos nxito me vendime dhe zgjedhje. Me Mërkurin në opozit me Uranin mund të ketë tensione, por mendimi kreativ ose bisedat e ditës mund të japin perspektiva të reja mbi çështje pune ose financash. Orari mund të jetë i çrregullt dhe nuk ka shumë kohë për të rregulluar gjërat, ndaj durimi është i nevojshëm. Kur bëhet fjalë për para ose vlera, mos vepro shpejt, detajet janë të rëndësishme. Fatmirësisht, treza e Marsit me Saturnin të jep motivim të madh për të punuar.
Fillimi i ngadalshëm dhe punimi hap pas hapi është më i dobishëm. Të përmbushësh përgjegjësitë dhe të ndërtoresh diçka të vlefshme sjell kënaqësi sot. Fokusohu tek planifikimi dhe strategjia, këshilla e ditës, ec hap pas hapi, mos nxito dhe punëso energjitë tua për gjëra që kanë rëndësi. Shigjetari, sot, i dashur shigjetar, Mërkuri hyn në shenjën tënde dhe është në opozit me Uranin, ndaj mund të mos jesh në një mendje me të tjerët. Ndonjë kundërshti ose mosmarrëveshje mbi mendimet ose planet mund të linë. Nëse njerëzit janë të paqëndrueshëm, mund të jetë më mirë të përqendrohesh tek vetja për tani, që të mos ndihesh i varur nga të tjerët. Një situatë e papritur mund të të ndërpresë ditën, por përballjet mund të të ndihmojnë të kuptosh më mirë se ku qëndron dhe çfarë dëshiron me të vërtetë. Marsi dhe Saturni sot harmonizohen dhe mund të vlerësosh pak kohë për të punuar në projekte personale, reflektim ose për të rregulluar çështje të lëna pas dore. Duke i dhënë energji një projekti, mund të arrish të rivendosësh disa gjëra në rrugën e duhur dhe të ndihesh shumë i kënaqur. Punët rreth shtëpisë ose detyrat e vogla që ke lënë pas mund të shkojnë mbar dhe të sjellin kënaqësi. Këshilla e ditës: përqendrohu tek vetja dhe tek gjërat që mund të rregullosh, përdor energjinë për projekte që sjellin rezultate konkrete. Bricjapi, sot, i dashur Bricjap, Mërkuri është në opozit me Uranin dhe pak rëmuj ose mungesë organizimi mund të pengojë në punët e tua. Mund të duhet të përshtatesh me ndërprerje dhe shpërqendrime. Nuk është e lehtë të biresh në një mendje me të tjerët dhe bisedat mund të jenë pak egoiste ose jo shumë të ndjeshme. Ruajtja e rutinave ose përqendrimi në punë nuk është gjithashtu i thjeshtë. Mëso nga përplasjet që mund të ndodhin ose nëse tensioni është i brendshëm, gjej mënyra për të sjellë pak më shumë rregull në jetën tënde kur të kesh kohë. Treza e Marsit me Saturnin të ndihmon të ecësh hap pas hapi. Marrja e gjërave njëherë mund të sjellë kënaqësi. Energjia sot është e qëndrueshme dhe mund ta përdorësh për projekte praktike, bashkëpunim, interesa personale ose studime. Të përmbushësh përgjegjësitë, të organizosh apo të rregullosh një pjesë të jetës është shumë kënaqësi. Veprimet ose ndihma që i japin dikujt mbështetje sot kanë rëndësi. Jo vetëm që vendos qëllime për prosperitet, por mund të gjesh edhe mënyra për t'i arritur ato në mënyrë efikase. Këshilla e ditës: ec hap pas hapi, organizo jetën dhe përdor energjinë tënde për projekte të dobishme dhe rezultate konkrete. Ujori, sot, i dashur Ujor, Mërkuri në opozit me Uranin mund të shpërqendrojë pak ose të shpejtojë mendimet e tua. Pak rëmuj mund të bëjë të humbasësh mundësi, por përplasjet që ndodhin sot mund të ndihmojnë të shohësh gjërat nga një perspektivë e re. Nëse lironi mendjen, mund të arrini ide interesante, ndoshta pak të pazakonta, por frymëzuese. Pikpamjet e kundërta mund të jenë më të forta se zakonisht, por nga bisedat, lajmet ose reflektimi mund të lindin njohuri të reja dhe të veçanta. Prit ndërprerje në planet e tua ose ndonjë mosmarrëveshje shoqërore. Fatmirësisht, treza e Marsit me Saturnin të ndihmon të ndihesh i qetë me përgjegjësi. Energjia të stabilizohet dhe motivimi për të punuar është i lartë. Sot është dita e mirë për të përfunduar punë praktike ose për të avancuar drejt qëllimeve të tua. Çdo punë që bën sot ka kuptim dhe do të sjellë kënaqësi. Këshilla e ditës: përqendrohu tek detyrat praktike dhe mos u nxito. Ide të reja dhe frymëzuese mund të ndihmojnë të arrish gjëra të rëndësishme. Peshqit, sot, i dashur Peshq, kalimi i Mërkurit me Uranin mund të bëjë ditën pak të çrregullt, por nëse përqendrohesh, mund të arrish shumë. Ky transit mund të hapë sytë për disa gjëra, por mund të ketë edhe pak tension. Mund të ndodhin keqkuptime mendore ose mosmarrëveshje, të thuash gjërat me ashpërsi mund të godas, por tërheqja mbase do të interpretohet si indiferencë nga të tjerët. Dallimet në pikpamje nuk janë gjithmonë shenja problemesh të thella dhe mund të mos jenë të lehta për t'u kuptuar sot. Në fakt, mund të mësosh shumë nga ndërveprimet me të tjerët. Ndonjëherë përplasjet çojnë në realizime të rëndësishme dhe kjo mund të jetë një ditë e tillë. Fatmirësisht, treza e Marsit me Saturnin ndihmon të mbash energjinë të stabilizuar. Ky aspekt të ndihmon të shmangësh shpërqendrimet dhe të fokusohesh tek prioritetet e tua.
Një fokus i qartë mund të sjellë rezultate të mira dhe të jetë një strategji e dobishme. Sot ndihesh rehat me përgjegjësitë, punën dhe përpjekjet e tua të pavarura. Një ide ose besim mund të motivojë të përmirësosh studimet ose një interes personal. Këshilla e ditës: fokusoju tek ajo që ka rëndësi, mos lejo përqendrimet të pengojnë, dhe investo energjinë tek projekte që të japin kënaqësi dhe rezultate.